Çfarë po ndodh në Evropë? Pse ministri holandez bëri dorëheqje? Dhe si është e mundur një krizë kaq e madhe, jo vetëm shtetërore pra Hollandës, por edhe evropiane? Ndiqeni deri në fund të material për të mirën tuaj, sepse përveç se informohemi, do kuptojmë se në çfarë situate gjendet jo vetëm Evropa, por edhe gjithë bota. Kush është rastësisht si gjithmonë e di bëj like faqes shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Ministri holandez Skoof dha dorëheqjen. Po pse? Ai doli haptazi sepse kishte bërë një fushat të detajuar se dhe me anë të kësaj të këtij programi të fushatës që ai kishte bërë, ai donte të zbatonte programin kur gjithë populli e votoi. Sepse me pak fjalë, në sintezë ai thotë që emigrimi, thotë emigracioni që po ndodh tani, thotë, është vetëm konfuzional dhe po krijon probleme të rënda. Pse? Sepse në radhë të parë ju po na detyroni, thotë ministri, që të marrim emigrantët. I sillni këtu, i pagoni emigrantët dhe i lini të lirë që ata të merren me pislliqe nga më të ndryshmet. Në fakt, nuk i fusni as në burg, sepse dikush bën drogë, dikush vret, dikush përdhunon etj etj. Pra, të gjitha këto kanë krijuar një kolaps total të vendit, pra të Hollandës. Dhe ministri holandez tha, unë nëse nuk zbatoj programin që kam ndjekur për sa i përket fushatës, sepse populli më ka votuar, unë po bëj dorëheqje dhe bëri dorëheqjen. Dhe kriza sapo ka filluar. Por do t'ju them një sekret tjetër, diçka që flitet nën rrogos. A i dini që mendohet që shumë shpejt të gjithë shtetet evropiane mendohet që të mbyllin kufijt? Të paktën kështu thuhet. Thuhet që me kalimin e kohës do vi një moment që gjithë shtetet evropiane do mbyllin kufijt. Madje nuk do t'i mbyllin kufijt vetëm shtetet evropiane, por mendohet dhe në mbar botën do të ketë një krizë kaq të madhe, një problem i madh në mbar botën, sa do të detyrojnë që të mbyllin kufijt. Mirë po, ka një problem madhor. Në qoftë se ekziston një grup që organizon çdo gjë sepse kanë një projekt, dhe projekti është që të marrin, të shpopullojnë vendet e varfra, për t'i zëvendësuar vendet e varfra, t'i shpopullojnë që të zvendësojnë me njerëz të tjerë të pasur nga vendet të tjera. Dhe ato vende, përveç se kuota e tyre rritet, pra vlera, por për më tepër nuk do t'jenë më të vendit. Pra, pse kjo? Sepse shumë shpejt, nëse ata kanë projektuar, po flas këtë gjë, shumë shpejt do të ketë një botë të përbashkët, pra pa kufi, pa një shtet që thuash për shembull kjo është Shqipëria, kjo është Kosova etj etj. Por janë vetëm përcaktime me emra, por jo me kufi. Sepse kufit, sipas programit që flitet që është bërë në fshehtësi të Deep State-it apo të një programi të një Illuminati apo kushdo qoftë, ata mendojnë që bota duhet të jetë një e vetme. Pra pa kufi, një e vetme me një gjuhë të përbashkët, me një ushtri të përbashkët, me një polici të përbashkët, me një sistem të përbashkët, qoftë nga telefoni, për shembull qoftë edhe ai bankar, nëpërmjet telefonit, sepse çdo gjë po shkon këtu. Pra çdo gjë po bëhet në Digi Wallet, që është digital wallet, okay? Që është portofoli digital dhe që është brenda telefonit, pra telefoni juaj, që për ata që nuk janë të informuar, ju nuk mund ta përdorni dot telefonin nëse nuk keni SIM kartën. Dhe edhe SIM karta do të hiqet dal nga dal dhe do përdoret vetëm telefoni nëse ti nuk ke disa parametra, ti do degradohesh nga vet sistemi. Pra, në qoftë se është kështu dhe në qoftë se kanë projektuar këtë, mundet që një shtet, për shembull si Holanda, një grusht shteti, si mund të quhet, që të braktis politikën pikërisht në një moment kaq delikat të vendos, nuk mund të vendos dot. Nuk mund të vendos sepse e vendos vet sistemi. Në qoftë se, sepse tani derisa të përgatiten, sepse ka 3 ditë që ka ndodhur, pra ra qeveria dhe do organizohen për të ribërë edhe njëherë votimet,
Dhe unë jam I bindur që edhe ta bëjnë sërish, nëse do ta bëjnë ashtu siç më përpara, do fitojë I njëjti njeri, por nuk do t'ja lënë. Dhe do shikoni këtë, nuk do t'ja lënë që të fitojë sërish ai, ose do gjejnë në një koalicion, ose do gjejnë në një mënyrë për t'u lidhur mes njëri tjetrit dhe për të qenë në linjë me diktatet e vendosura nga dikush. Dhe pse po ja thon këtë? Sepse kush jeton në vendet që nuk janë, që janë jashtë Schengenit, ose vendet për shembull si Shqipëria, Kosova, Maqedonia, një pjesë e Maqedonisë, Malizi, janë disa vende. Shqipëria, le të themi që dal nga dal duket sikur po hyn në vendet e Evropës. Por Kosova ende jo, ka probleme të mëdha dhe unë mendoj që me kalimin e kohës në vend që të ulen, para të reduktohen problemet, do rriten. Jo vetëm për Kosovën, edhe për Shqipërinë, për të gjitha shtetet, në qoftë të se, do të ndodhë që me kalimin e kohës do të revoltohen edhe vendet tjera si edhe Hollanda. Sepse disa udhëheqës e kanë kuptuar që ka diçka pas politikës që po bën ç'është e mundur që të drejtojë gjithë popullin, gjithë botën në një vend të caktuar me disa diktime të caktuara që duhet I përmbajnë të gjitha vendet. Dhe në qoftë se do I bëj njëri, pra ky që u ngrit tani, skuf I Hollandës, mund ta bëjnë edhe qeveritar të tjerë. Dhe në qoftë se do fillojnë që ta bëjnë dhe qeveritar të tjerë, do ketë një trazit të madhe, sepse nuk mund të dalin dot jashtë programit nëse ekziston një program, por do ketë një trazi të madhe, pra trazira do të jenë të mëdha, derisa të stabilizohet. Dhe këto trazira mendohet që mund të jenë 3, 4, maksimumi 5 vite. Në fakt, gjithë koha që është Trump. Shumë çudi. Dhe sipas gjasave, një pjesë e madhe e njerëzve do shpërngulen nga vendet ku janë, qoftë ata të vendeve të varfra, po qoftë ata të vendeve të pasura. Dhe nga ai moment, këtë mund t'u them sepse ka disa zëra lart e poshtë, do fillojnë pastaj që të joshin njerëz për të thënë, nëse ju doni të jetoni në Afrikë, për shembull, ne do t'ju japim 5.000 euro në muaj që ju të jetoni në Afrikë. Dhe shumë njerëz do ta bëjnë. Për të marrë 5.000 euro në muaj, pa bërë asgjë, shkojnë në Afrikë për të jetuar. Si për shembull, po bëjnë disa vende të botës. Dhe tani, aktualisht. Dhe kjo bëhet për shumë arsye. Jo vetëm për shpopullimin, por edhe për popullimin e atyre zonave. Kështu që unë do dëshiroja një komenti tuaj, çfarë mendimi keni ju për një argument të tillë, sepse prek secilin. Unë jam I bindur që shumë prej jush I njohin këto të vërteta, sepse I kemi thënë disa herë, por disa janë larg këtyre argumentave dhe kujtojnë se këto nuk do vinë kurrë, por e ardhmja është nesër. Dhe çdo gjë po ndodh tani. Çdo gjë që ne kemi thënë unë kam thënë që nga emisioni Enigma nga viti 2011 po vërtetohen. Shumë prej tyre po vërtetohen. Nuk e di e mbani mend rendin e ri botëror. Kemi thënë disa gjëra, se jo të gjitha mund të thuhen, dhe një pjesë prej tyre janë aktuale, po ndodhin. Pra, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, ju uroj një ditë këndshme, dhe çfarë të bëjmë tani, duhet ta përballojmë, por përballimi bëhet me informacion. Të njohim mirë disa gjëra, të njohim informacionet dhe të kemi dije se si të lëvizim nesër, se si të sillemi. Kështu që pres komentet tuaja, ju përqafoj, ditë mbar.